Përshëndetje, mirë se u gjete dashuri që jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Besoj keni vënë re sot në të gjitha ekranet personazhet që janë shfaqur në ekranin e televizorit. Besoj të paktën prezantuesit kanë qenë të gjithë të pajisur me Fjongo Roz, sepse është dita e ndërgjegjësimit, kështu që nuk mund mungonte sot Fjongoja Roz edhe në programin ton, pikërisht për të dhënë mesazhin e fortë të ndërgjegjësimit në luftën ndaj kancerit të gjirit. Kështu që sot është 1 tetor, është muaji Roz në fakt, për cilin ne gjithmonë tashmë u bën vite që flasim sa herë që ai troket, kjo temë vjen dhe rikthehet, le të themi, me vëmendje më të madhe, dhe pse është një çështje për cilën ne flasim gjatë gjithë vitit, si historitë në lidhje me kancerin e gjirit janë të ndryshme, të shumta, dhe që edhe në programin ton kanë ardhur her pas here. Por edhe gjatë muajit tetor, sigurisht që do të ketë vëmendje të posaçme pikërisht kjo sëmundje edhe pa diskutim lufta ndaj saj. Kështu që sot është dita e Fjongos Roz, le të themi fillon ky muaj i Fjongos Roz, ndërkohë që ne do të kemi të ftuar të ndryshëm sot, edhe gjatë programit do të flasim sërish në një tjetër hapësirë, por do të jemi pas pak. Ndërkohë le të presim të ftuarin e parë që vjen në studio. Do të flasim në fakt për programacionin e televizionit Klan në lidhje me serialet e ndryshme të cilat gjithmonë arrin të trokasin zemrën tuaj në shtëpitë tuaja dhe ju bën të qëndroni të mbërthyer pas ekranit të televizorit për të parë historitë tuaja, personazhet e preferuar, edhe ngjarjet mes tyre, dinamikat e historive mes tyre. Janë serial të cilët janë të realizuar shumë bukur, aktualisht janë në transmetim disa shumë interesant, madje më i riu sapo kanë po nuk dua t'i zbuloj këtu, por le të na i thot vetë ai i cili i njeh kaq mirë edhe di dhe shumë të pathëna, le të themi, atë paskuintave të këtyre serialeve dhe produksioneve turke në përgjithësi. Le të presim drejtorin e programacionit të televizionit Klan, Albert Dumani. Presim në studio. Berti, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu, kënaqësi që të kam në studio. Ashtu, sa ëmbël je? Ë? Të kisha të dëgjoja në backstage? Kur flet për gjëra me zemër, mendoj unë, folëm për një temë e cila është gjithmonë shumë e rëndësishme dhe kemi gjithmonë sensibilitet shumë të madh. Dhe saj do kisha dashur edhe ti ta kishe Fjongon Roz sot, ë? Një detaj që më shpëtoi. Kemi kohë gjatë muajit edhe do ishte, është mirë në fakt në televizionin Klan gjithmonë kjo është një temë dhe një çështje që trajtohet gjithmonë me një vëmendje të posaçme. Ndërgjegjësimi është pika e parë po që duhet. Absolutisht, dhe do të vazhdojmë. Dhe me këtë rast përshëndesim të gjitha vajzat dhe gratë shqiptare. Luftëtare të vërteta, E vërtet. Betejat në jetë janë nga më të ndryshme, duhet thënë, një betejë nuk i ngjan tjetrës, por gruaja shqiptare e ka treguar që është një luftëtare e madhe dhe fituese. Faleminderit. Faleminderit që je këtu edhe një herë. Gjithashtu kënaqësi. Ulemi Berti për të folur në fakt për programacionin e televizionit Klan sot në studion ton, që sigurisht tashmë ka në pjesë të vetën programacioni, ka këto serialet e famshme që i lën radhë njëri tjetrit, janë seriale ne dim se si ka evoluar produksioni kinematografik turk në fakt që ka rritur nivele vërtet shumë të larta dhe ka bërë namin në botë. Është vërtet. Kështu që janë këto seriale turke jo vetëm në Evropë, në Shqipëri nuk diskutohet, po në Itali kanë bërë namin. Po konkurrojnë fuqishëm, po në vendet në Netflix, në Amerikë Latine, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra shfaqen, transmetojnë atje me suksese të jashtëzakonshme, sepse janë seriale që sillin ndoshta histori të vërteta reale, ku drama bazohen tek jeta e vërtetë, jo shumë të zbukuruara, le të themi. Janë më jetës së vërtetë, më reale, më reality, njëkohësisht edhe produksioni, prodhimi është shumë profesional, skenaristët, regjisorët kanë mbaruar shkollat në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që të gjitha ato eksperiencë që ata kanë mësuar e sjellin në ekranet ku ata prodhojnë në Turqi, por siç e the dhe ti, Spanja, Brazili, Italia, kush e mendonte deri dje ato prodhonin vetë, për shembull serialet braziliane, italiane, spanjolle, sot kanë arritur që transmetojnë serialet turke. E vërtet. Ne do cillim një grup intervista që kemi marrë të pyetur qytetarë të rastësishëm që kemi pyetur në lidhje me serialet që ndjekin në ekranet e televizorit dhe kemi pyetur për të preferuarën e tyre, për një personazh që e kanë më për zemër. Jam kurioze edhe unë. Një episod. Kështu që le të ndjekim përgjigjet e tyre, e shohim tani. A shini seriale turke? Po, e shafi. Filmin Lela.
Filmat më të bukura se të turkut, unë që më pëlqen filme tjerë, më thënë drejtën. Çfarë mesazhi keni nxjerrur nga telenovela turke? Lidhja familjare që ka mes njerëzve. Disa, do më thoni, kam ndjekur historik, apo me një tematik që më të req. Çfarë mesazhi keni marrë nga këto seriale që keni ndjekur? Po ato që janë historike, thjesht informohem më shumë për historinë. Seriale turke i ndiqni? I ndjekim. A merrni ndonjë mesazh të bukur nga seriale turke? Patjetër që marrim. Mesazhi është që jeta ka vështirësitë e veta, por me marrëveshje midis burrë e gruas ose brenda familjes, duke qenë sinqert me njëri tjetrin, zgjidh gjitha problemet. Çfarë keni pasur? Çfarë mesazhi ke marrë nga ai serial? Që ato histori mund të jenë edhe të vërteta, mund të ndodhen në realitet. Më duk diçka e lezetshme. Sa personazhe, nëse unë do të të pyesja ty personalisht, cilin serial ke të preferuarin tënd dhe nëse një personazh mes këtyre serialeve që të kujtohet edhe që e dallon mes të tjerëve, cili është? Në fakt, unë i kam kaluar shumë seriale, i shikoj, i shoh, edhe pastaj që edhe për t'i përzgjedhur e për t'i parë. Janë disa, po mund të veçoja Kuzey Güney, për shembull, personazhi Güney interpretuar nga një aktor shumë i mirë, mbaj mend atë telefonin që e mbante kështu, që luante. A i ke i preferuar yt? Mes të gjithëve? Mes të gjithëve. E Shrefi aktualisht tani tek Dashuria e Shrefit, është personazhi kryesor që janë dy seriale që aktualisht kanë filluar të transmetohen. Dy të rinj, po, është Leila dhe Dashuria e Shrefit. Dashuria e Shrefit që jepet nga hëna në të mërkurë në orën 21 të mbrëmjes dhe Leila të premte në orën 21 dhe të shtunën në orën 25 minuta. Dhe të dielën në orën 20. Dhe të dielën, pra të shtunën, të premte dhe të shtunë, të premte në 21 dhe të shtunë dhe të dielën në orën 25 minuta, pra 3 ditë gjithashtu. Po. Çfarë mund të themi në lidhje me këto seriale, sepse duket që kanë tërhequr shumë vëmendje, sidomos ai i fundjavës Leila, duket që përkor një sukses të paparë dhe shumë ka të njëjtin magnet tërheqës, njësoj si ai Dashuria e Ndaluar kam përshtypjen unë, se këto lloj komentesh kam ndjekur. Është vërtet, është i prodhuar nga njëjta kompani kinematografike që është Ajapim, pra është njëjta kompani që ka prodhuar Dashuria e Ndaluar, Kuzey Güney. Njëkohësisht është edhe regjizoria që ka bërë Kuzey Güney, Ironia e Fatit, Dashuria e Ndaluar, është njëjta regjizore që po bën aktualisht serialin Leila. E ndërkohë skenarist është ai që ka bërë Sulejmanin e Madhërishëm dhe Sultanesha Kësem. Pra, ekipi i prodhimit është në top, është një serial super i mirë, super i realizuar, interpretohet nga një dyshe aktorësh jo shumë të njohur, sidomos personazhi i Leilës, Xhemreja. Ajo në fakt ka luajtur në disa seriale të tjerë, e kemi parë tek kryeqyteti Abdulhamid, por në këtë serial ajo ka shkëlqyer dhe ka qenë seriali më i bujshëm dhe më i komentuar në rrjetet sociale, Leila. Gjatë gjithë sezonit që sapo lam, ka përfunduar në qershor të vitit 2025. Kimia e aktorëve ka qenë shumë e pëlqyer nga publiku, por njëkohësisht drama, duke e lidhur dhe me Vox Popet që ne sapo pam, ka mesazhe shumë të forta jetësore. Leila është mbetet jetime, i vdes e ëma dhe më pas kemi dramën familjare të saj ku në shtëpi babai i Leilës martohet me Nurin, që është një grua shumë e bukur, por që sillet shumë keq me Leilën e vogël. Ai nuk e kupton atë anën tjetër të gruas që dashuron. Personazhi i njerë ka pra Nuri nuk jo vetëm që se do Leilën, por e keq trajton atë, e përbuz, e braktis. Kemi vdekjen edhe të babait të Leilës, i cili vjen nga i dashuri i Njerkës. Kështu Leila mbetet krejtësisht jetime, Njerka e braktis atë dhe kemi një rikthim të saj pas disa vitesh. Një përbardhë moderne duket. E vërtet. Pas disa vitesh Leila, personazhi kryesor, zotohet, betohet për të marrë hak për gruan që i shkatroi jetën, që i vodhi jetën, që i vodhi ëndrat. Ajo tashmë është një kuzhinjere, është një shefe kuzhine shumë e talentuar, jemi në seritë e para, në episodet e para ku ajo ka arritur të deportojë në familjen
e Nurit, bashkëjeton me të duke i gatuar, por kontrapunta tjetër është që kur ishte e vogël Leila teksa ishte e braktisur, ajo kishte një shok të saj me të cilin është dashuria e parë që është Gjivani, Gjino, por aktualisht është në emrin Gjivan. Dy adoleshentë që u dashuruan në atë kohë, e humbën njëri tjetrin dhe janë rikthyer sërish në të njëjtën shtëpi. Leila e di që ky është ai shoku i fëmirisë me të cilën ra në dashuri, por që pse nuk kanë arritur nuk e kanë Leila e di që është Gjinoja. Leila po, Gjinoja. Jo, Leila po. Gjinoja jo, akoma nuk e di që është ajo vajza që ka humbur kur ishte fëmijë. Ndërkohë që Leila e di që është djali i birësuar i Mjerkës, por ndërkohë e vërteta është që Gjinoja, unë po them Gjinoja është djali biologjik i Nurit. Pra kemi atë etjen për hakmarrjen që përplaset me ndjenjat e saj të dashurisë. A do të arrijë Leila të marrë hak deri në fund për Njerkën që e ke shtrajtoi, sepse ajo po dashuron djalin e saj. Kjo është drama. Unë mendoj që jo vetëm historia në përgjithësi e bën një serial të suksesshëm, por në momentin që aktorët i kanë një kimi të bukur mes tyre dhe që ndjehet në ekran, edhe që kombinojnë shumë me njëri tjetrin, edhe duket sikur e fiksojnë përfundimisht suksesin. Si do duket ky çifti tek Leila? Kimia aktorëve është mbreslëndse, është shumë e mirë. Prandaj dhe ka patur shumë sukses, janë preferuar shumë si çift aktorësh. Janë aktorë, unë thash, nuk janë shumë të famshëm. Alperen Dymaz, personazhi që luan Gjinon, është deri diku i famshëm, është dhe një aktor tjetër që ne kemi parë tek Amaneti dhe tek Robat Palara. Personazhi i Nurit, që është Njerka, është një aktore që ka luajtur pak role, por që këtu kemi një rikthim të saj pas serialit Nën, që është transmetuar në televizionin Klan. Brillante, e shkëlqyer, aktoria më e urryer për momentin në Turqi, por më e vlerësuar prej personazhit. Sepse është shumë e vështirë të interpretosh një rol negativ, dhe janë ca aktorë që vlerësohen për interpretim të roleve negative. Dhe si është pritur deri tani? Është pritur shumë mirë. Unë kisha një lloj, domethënë, e hamundsova që do kishte sukses, por që është pritur mirë, njerëzit gozhdohen, bile disa thonë aman se na la fundjavat pa dalë, kështu që po do jetë të premten dhe të shtunën dhe të dielën, të shtunë dhe diel janë nga 3 episode, kështu që nga ora 8 deri në orën 11, publiku ka qef që të ulet dhe ta shijojë, si në Netflix, për shembull kur fillon një serial ti do ta shohësh sa më shpejt. Është kjo mundësi në fundjavë për ta shijuar edhe për të shijuar darkat, se jo të gjithë dalin pastaj. Vjeshta ndërkohë është edhe një lloj stine që shijon shumë edhe kur je brenda dhe dimri. Sa do të zgjas për qira fjala? Do të zgjas, do të përfundoj, ai përfundoi në qershor në Turqi, tek ne përfundon në muajin mars. Në muajin mars përfundon. I gjithë seriali. Por që ka përfunduar në të gjithë sezonin e tij. Kishte një lloj tentative për ta zgjatur për të rifilluar një sezon të dytë, por që ka përfunduar në qershor në Turqi, kështu që do të jepet deri në muajin mars në televizionin Klan çdo fundjavë. Bukur, mirë. Le të kalojmë tani tek tjetri. Është Dashuria e Shrefit, që është një tjetër serial. Dua të sjellim dhe spotin e këtij seriali që të na shoqërojë dhe për të rifreskuar personazhet edhe ngjarjet për gjithë teleshikuesit që janë duke e ndjekur, nga e hëna në të mërkur në orën 21. Përmbledh tazi, sinopsisi i cili është. Edhe këtu kemi një çift aktorësh brillant të shkëlqyer, personazhi që është e Shref, Çatay Ulusoj dhe Demet Ozdemir. Seriali ka filluar në Turqi në mars të këtij viti të 2025-s, u xhiruan vetëm 13 episode dhe në shtator ka nisur sezoni i dytë. Pritej shumë nga këta 2 aktorë, sepse është për herë të parë që mblidhen 2 aktorët më të preferuar të Turqisë. Madje Çatay Ulusoj u bë edhe shkaktari kryesor që Osmani i famshëm prishi marrëdhënien me producentin. Pse? Sepse kur filloi në mars Dashuria e Shrefit, aktori protagonist u pagua 3.5 milion lira turke, që i bie rreth 80 deri në 85.000 euro për episod në javë, dhe aktori Osmani, duke qenë se merrte më pak, kërkoi 4 milion lira turke për të paguar tek roli i tij tek sezoni i 7 i serialit Osmani. Dëshirë ose pretendimi i tij nuk u plotësua nga producenti, kështu që 4 milion lira turke i bie rreth 90.000 euro në javë. Turqit prodhojnë në çdo javë nga një episod në 150 minuta, pra rreth 2 orë gjysmë. Dhe një episod i versionit turk, në versionet ndërkombëtare është 45-50 minuta, kështu që 3 episodet tona janë barabartë me një episod
të versionit turp. Ata, një nga regjisorët, për shembull ai tek doktori Mrekullive tha që ne bëjmë çdo javë, provojmë dhe realizojmë një film që bën Hollywoodi për disa muaj, kështu që në kozgjatje. Dhe kështu që Osmani i famshëm Burak Osçivit e ndërpreu marrëdhënien e tij, nuk pranoi që të vazhdonte sezonin me një pagesë më të ulët se kolegu i tij që është Çataj Ulusoj. Dashuria e Shrefit është shumë interesant sepse është një dramë që përzien dhe përfshin brenda, ka dashurinë brenda, por ka edhe mafje, ka krim. E Shrefi, dhe këtu kemi një dashuri të lindur që në fëmijëri. E Shrefi ka parë, kur ka qenë adoleshent, ka parë personazhin femër që ai e quan Rya, nuk ja dia semrin, por thjesht e ka pëlqyer që fëmijë, dhe për të zemra dashuron vetëm një herë. Ai u dashurua me atë vajzë dhe nuk dashuroi më kurrë deri pas 20 vitesh që ritakohet me personazhin Nisan, ajo në të vërtetë ka emrin Nisan, pavarësisht se ai në mendjen e tij thot Rya do thot ëndër në turqisht. Kështu që ai mendonte ëndra ime është kjo, dashuria ime është kjo. Edhe ata ritakohen, ritakimi i tyre nuk është rastësi, janë dy personazhe krejt të kundërt me njëri tjetrin, por që E Shrefi është mafioz, është i pushtetshëm, është shumë i pasur, ka një hotel. Nisani është një këngëtare dhe një muzikante e talentuar, ka filluar punë në hotelin e tij. E motra e Nisanit ka bërë një krim për vetëmbrojtje dhe policia e detyron atë që të jetë e infiltruar. Dhe kështu që Nisani duhet të qëndrojë me Shrefin, me personazhin kryesor, për të zbuluar ndonjë të dhënë që t'i shërbej policisë, pra duke bërë rolin e spiunes. Por do të kemi dashurinë mes tyre. E Shrefi akoma nuk e di që kjo vajza që ai ka kërkuar për 20 vjet është pikërisht kjo që ka kjo tani. Dhe do ta marr vesh shumë kohë më vonë. E qartë. Ne ndërkohë sot është e mërkura, kështu që është seria e tretë, le të themi e kësaj jave, për ndjekur nga ky serial, kështu që ekskluzivisht ne do të shfaqim tani një fragment të shkurtër, i cili është pjesë e asaj që do të transmetohet sot në mbrëmje. Kështu që një fragment të shkurtër e parathemi ose i paraprim asaj që serisë që do të nisni sot në darkë. Ky ishte fragmenti ekskluziv që e kishim për transmetim. Pra jemi në momentin ku Nisani do të rrëmbehet nga rivali e Shrefit, sepse kemi edhe atë konfliktin midis bandave të krimit, kështu që e Shrefit do të patjetër që do shkoj ta shpëtoj Nisanin, edhe pse nuk është dashuruar ende me të, por që do të lind diçka me më shumë do të zbuloni gjatë transmetimit të sotëm në orën 21 në mbrëmje. Çfarë mund të themi ndërkohë për transmetimet e tjera, çfarë surprizash ose çfarë je duke përgatitur, le të themi në një të ardhmen të afërt ose kur sezoni dhe me qira fjala ky seriali që sapo folëm, kur Dashuria e Shrefit? Ai vazhdon sepse ka nisur sezoni i dytë në Turqi, besoj deri nga qershori do jetë në transmetim. Ne jemi te sezoni i parë. Kështu që do ta shohim çdo të hënë të martë mërkur. Në këtë të diel, në datën 5 tetor, nis spektakli televiziv shumë i njohur, shumë i famshëm, një nostalgji dhe një tribut i muzikës sonë shqiptare që janë këngët e shekullit. Sa bukur, në televizionin Klan. Në televizionin Klan, Adi Ila, çdo të diel në orën 21. Në orën 21 çdo të diel. Leila do t'jepet 20 me 21, nuk do jepen 3 episode, do jepet 1 episod, sepse në orën 21 do të filloj këngët e shekullit. Për 13 javë me radhë. Ju urojmë shumë suksese çunave. Adi Ila, Bledi Laço, Pandi Laço, për këngët e shekullit që rifillojnë, edhe që i presim gjithmonë me kënaqësi dhe me nostalgji të madhe, kështu që bukur që ndam edhe këtë lajm së bashku. Të falenderoj shumë që ishte mua sot versi kënaqësi gjithmonë. Të mirëpresim, ndërkohë që ne do të kalojmë në një rubrikë që kemi nisur tashmë këtë sezon në programin ton, ku shijojmë shumë vizitat që bëjmë tek personazhet e njohur, edhe që ju i ndiqni gjithmonë me aktivitetin e tyre, me kontributet e tyre publike, artistike, kulturore, profesionale. E në fakt personazhi në shtëpinë së cilës kemi trokitur këtë herë është sopranoja e mirë njohur Ramona Tullumani. Ajo ka çelur dyert për kamerën tonë dhe na ka prezantuar me shtëpinë e saj. Është një material sërish shumë i bukur, ju premtoj që do ta shijoni shumë. Le ta ndjek. Përshëndetje Rudina, mirë se erdhët në shtëpinë time. Kjo është një shtëpi e cila e kemi bërë me shumë dashuri, e cila na fal shumë dashuri dhe kënaqemi shumë në shtëpinë tonë, e cila nuk është as shumë e madhe, edhe as e vockël.
si thonë gjithmonë që shtëpit krijojnë kujtime dhe prandaj bëhen dhe shumë të dashura për të gjithë familjarët. Po të shikoni këtu, unë e kam pasur shumë kënaqësi që në momentin e parë që hyje në shtëpinë time, gjëja e parë që të shikoje ishte kujtimet kryesore ose disa nga momentet më të rëndësishme të familjes sonë. Ka dhe një moment të bukur tjetër, kur kalon bas fotove, që është kjo dera e bukur. E bukur për ne. Sepse është e kompozuar nga djali im, Borisi, i cili është 12 vjeç, ka bërë një figurë me mendjen e tij dhe ka shkruar këtu Boris Nikol. Është dhoma e fëmijëve të mi. Po të shikoni ka shkruar dhe emrat e të gjithëve, Elton, Mona, për mua, ka shkruar emrin e tij dhe kjo është një derë e dashur për ne sepse që në momentin e parë që kemi hyrë në këtë shtëpi, kur ne ishim vetëm me një fëmijë, vendosnim çdo kohë të përshtatshme për ne, ndoshta për 6 muaj ose një vit, të gjithë gjatësinë e djalit tim, Borisit. Dhe më pas, kur u bëm edhe me vajzë, me Nikol, ne filluam të bënim po të njëjtin gjë me vajzën, që ju do ta shikoni këtu në moment që unë do hap derën. Dhe është edhe gjatësia e saj, e Nikol. Ja këtu. Derisa kemi arritur në këtë pikë, sepse është e vogël shumë. Kjo është dhoma e fëmijëve të mi, e Borisit dhe Nikol. Do ju bëj përshtypje një mikrofon, i cili qëndron këtu në dhomën e fëmijëve, që për Borisin është shumë i rëndësishëm. Ai ka shumë dëshirë të këndojë, bën koncerte këtu në dhomën e tij dhe në korridor gati çdo ditë. Koncertet janë, Rudina, mos u çudit, nuk janë të muzikës klasike, nuk kanë lidhje fare me operën, por janë të muzikës lehtë. Bën koncerte të këngëtarëve të tij të preferuara, ku njëra nga ato është Dua Lipa. Dhe këtu ka dhe programin e koncertit që ai realizon në dhomën e tij, që është kjo skena e tij e madhe. Këtu në dhomë ka 2 momente, që është ky ideali tim, ku dallohet nga këto artistet e mëdha. Nga ana tjetër është vajzës time të vogël, që tash është në ato dëshirat e saj për të lyer dhe për të rregulluar flokët, për të vënë bijuteri, dhe këto janë vetëm të Nikol. Këto janë 2 momentet e lezetshme dhe të bukura të dhomës së fëmijëve të mi. Tashti të shikojmë më tutje në salon. Një nga momentet që unë kisha shumë dëshirë të kësaj shtëpie ishte të kishim një bibliotekë. Jam rritur me shumë libra, duke pasur dhe gjyshen time e cila ka punuar gjithë jetën në bibliotekë, dhe e shikoja se si e riste dhe maman time me dashuri për librin, dhe kjo shtëpi nuk kishte një bibliotekë të vogël. Kjo është biblioteka jonë, e cila është e ndarë me librat për të rritur dhe librat për fëmijë. Dhe pak nga partiturat e mia, sepse partiturat i mbaj ose në punë ose në një sirtar të madh që është në dhomën time. Diçka që e karakterizon këtë shtëpi, po ta shikoni, është e gjitha e lyer vetëm me të bardhë. Dhe kush ishte arsyeja? Arsyeja ishte sepse do zbukuroj, do dekoroj vetëm me pikturat e babait tim. Këtu, po të shikoni, kemi një gjë shumë të bukur, që është ky çmimi këtu, çmimi i tretë Boris Metaj në Junior Fest. Është një moment shumë krenarie për ne si prindër, për mua dhe për Eltonin. Nga ana tjetër është një çmim që unë e kam marrë, është çmim karriere, që e kam marrë në Itali. Është çmimi Giuseppe Di Stefano, që është çmim karriere dhe jepet vetëm për artistat që janë në karrierë. Në anën tjetër është edhe kuzhina e shtëpisë tonë, e cila është e gjitha e organizuar në dru. Më pëlqente sepse më duket sikur druri është më i ngrohtë. Netët e dimrit pranë xhakut janë vërtet të pa përsëritshme dhe janë shumë të bukura për ne, për gjithë familjen tonë. Tani,
kur vjen një familje artistash në një shtëpi ku ka artist, gjithmonë do duhet të përshëndesim me diçka. Dhe unë kam shumë dëshirë që ty, Rudina, të përshëndes me diçka të vogël nga Opera Trovatore, të cilën unë e kam debutin e radhës për pak muaj në Teatrin e Operës dhe Baletit. D'amor sull'ali rose vanno sospiri dolente e prigioniero. E të tjera, për më thonë në opera. Shumë suksese dhe ju përshëndes edhe ju pus fort. Faleminderit Ramona Tullumani për këtë përshëndetje shumë të veçantë, shumë speciale. Të urojmë shumë suksese në shfaqjen tënde dhe faleminderit edhe për këtë vizitë të bukur që na lejove të bënim në shtëpinë tënde, një shtëpi ku duke që ishte shumë e mbushur me dashuri. Sidomos, pjesa më e bukur pa diskutim janë muret e vizatuara nga fëmijët, të cilët uroj që t'i mbani sa më gjatë, por përgjithmonë nuk mbahen dot, po shijojeni për sa kohë i keni ashtu. Ende të vegjël. Faleminderit edhe një herë Ramona Tullumani, ndërkohë që do të kemi publicitet, do të themi pas pak në pjesën e dytë me të tjerë të ftuar dhe me të tjera tema. Kthehemi shpejt.